Çfarë të bën krenar në jetën tënde i dashur Gani? Drejt me tregu krenar mbajnë dy gjëna. Një, kam marrë moshën 25 vjeçare këtu në Zvicër pa e ditë asnjë fjalë gjermane, sepse kam marrë pa përgatitur se as anër se kam pa marrë në Zvicër. Po i kam ndërprer studimet në Beograd për shkak situatës politike, edhe më ka sjellë këtu. Më ran 30 vjetë i kam kryer gjitha shkollimet e nevojshme, edhe jam krenar që jam këtu. Kjo është e para, edhe dyta më ban krenar familja. Familja? Që kanë studiuar, kanë arritur... I kam 3 fëmijë, 3 i kanë kryer studimet, Ardjanit ma e pat është krah i gjellë këtu te unë që punon. Loriani është i dyti, ai është advokat i licencum. Edhe Diana është mësuese. Bravo. Kjo është krenaria, po edhe mu si person që më ka përmbush. Kur ke ardhur në Zvicër dhe a mundesh më tregu cilat kanë qenë punët që i ke bërë në Zvicër? Në Zvicër kam ardhur në vitin 1990. 90-ën. Po, për herë të parë jam vendosur në kantonin e Bernit, në klinikën Meiringen. Ka qenë një përvojë shumë e mirë. Atje kam punu 4 vite. Edhe pastaj në 94-ën kam kalu në kantonin Cug. Në klinikën Meisenberg. Në klinikën Meisenberg ka qenë një përvojë shumë e mirë për mua, një përvojë që nuk besoj rrallë kush mund me pas atë fat. Jam pranu si stacionslajter udhëhes i reportit me një klinik që vetëm gra ka pas në atë kohë. Edhe stafi jem që kam qenë përgjegjës, kanë qenë mbi gjysma Murgesha. Tash merrni me men, unë vi prej Kosovës, mas 5 vite, gjuhën nuk e flasë bukur, gjuhën gjermane, jam prej fesë islame, edhe e udhëheqi një staf me Murgesha, kjo ka qenë pa imagjinueshme. Edhe kur e pyetës atë vetën se pse më kam pranu, vetëm dikuj i falenderoj. E asaj është Nën Tereza e Jonja e Madja Nën Tereza. Kur ju kom tregu që unë jam pasardhës i Nën Terezës, ju më befasu se nuk i kanë ditë gjithë që Nën Tereza vjen prej shqiptare. Edhe unë jam shumë krenar se neve na lidh shumë se me prejardhje jam nga fshati Lubisht, komunës Vitis, e Lubisht është afër me Letnicën. Me Letnicën, po. E me sa di, Nën Tereza ka qenë edhe atje e involvume, kështu që kjo ka qenë krenaria më e madhe kur e kom tregu. Edhe një është ka qenë shumë edhe sfidë, po edhe krenari, në atë kohë sa kom punu në Meisenberg, në klinik, ka vdek Nën Tereza, ka ndru jetë, edhe kam qenë në grupin për organizimin e meshës për Nën Tereza.